Plaku i moshuar humbet Imam Aliun pas martirizimit të tij. Kur Imam Hasani dhe Imam Huseini po ktheheshin nga varrimi i prijësit të besimtarve, Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, pa një burr të moshuar, të verbër e të smur që po qante. Imam Hasani, paqja qoftë mbi të, i u afrua dhe e pyeti: "Përse po qan o xhaxha?" I moshuari i u përgjigj: "Çdo ditë tek unë vinte një burr dhe më sillte bukë dhe qumësht. Ka 3 ditë që ai është larguar dhe nuk vjen tek unë." Imam Hasani e pyeti: "Kush është ai burri?" I moshuari tha: "Nuk e njoh." Imami i tha: "Ma përshkruaj atë burr." I moshuari i tha: "Unë nuk ja kam parë fytyrën që të ta përshkruaj ty atë. Ai ishte për mua si ajo nëna e dhimbshme për fëmijën e saj. Ai më fliste me butësi, më shërbente me butësi, më fliste dhe më bënte të qesh, pastaj largohej." Imam Hasani i tha: "Këto cilësi janë të babait ton, prijësit të besimtarve Aliut. Ai u martirizua dhe ne po kthehemi nga varrimi i tij." I moshuari bërtiti aq shumë derisa vdiq. Në një transmetim tjetër, thuhet se atij ra të fikët dhe kur u zgjua, tha: "Më çoni tek varri i tij." Kur mbërriti tek varri i Imam Aliut, e preku dhe filloi të qaj me zë të lartë. Imam Hasani dhe Imam Huseini, paqja qoftë mbi ta, u ulën pranë tij dhe filluan të qajnë. Më pas, i moshuari filloi të godas varrin me kokën e tij. Të dy imamët donin ta ndalonin nga ky veprim, por nuk mundën derisa ai vdiq. Imam Hasani dhe Imam Huseini e lanë, e qefinosën, i falën xhenazën dhe e varrosën të moshuarin.